Operacioni i një hafizi të Kuranit. Dietari Dr. Muhammed Hasani Allahu e ruajt thot: Mu betua një mjek nga Kairo të cilin e njoh dhe më tha: Sheikh Muhammed, prej asaj më të çuditshmes që e kam parë në jetën time është se një ditë në spital me erdhi një hafiz i Kuranit që ta kryej një operacion. Njeriu i kishte te kaluar të 60-at, mjekra e tij ishte zbardhur, kurse fytyra ndriçonte dhe i shkëlqente. Kur i veshi rrobat e operacionit, filloi të qaj e i thash: Pse po qan? Mashallah, ti je hafiz i Kuranit, fytyra jote shkëlqen e ti je imam i ynë. Më tha: O biri im, pasha Allahun, unë nuk qaj nga frika e vdekjes apo nga frika e operacionit. Subhanallah, po pse po qani, thash. Pasha Allahun, unë u interesova se sa do të zgjas operacioni dhe më thanë se ka mundësi të zgjas më shumë se 4 orë. Po, ka mundësi që operacioni të zgjas 4, 5 apo 6 orë, ju përgjigja. Elhamdulillah, tha plaku. A je i friksuar, e pyeta? Më tha: Jo, mirë atëherë, po pse po qan? Plaku më tha: Pasha Allahun, po qaj se sot nuk mundem të lexoj pjesën që e kam caktuar nga Kurani. Sa lexon nga Kurani brenda një dite, i thash. Allahu është meritor që unë ta përfundoj leximin e Kuranit çdo 3 ditë. Pra, unë në ditë lexoj nga 10 xhuze. Mirë, po tash po friksohem se nuk do të mundem të lexoj pjesën e caktuar ditore të Kuranit. Mjeku tha: Në vetvete ndjeva turp dhe nënçmim të madh. Njeriu në operacion friksohet se do t'i ik leximi i Kuranit. Ai i sëmur kurse unë shëndoshe mirë. Ka mundësi të kaloj 1 javë apo 2 javë, apo 1 muaj, dhe nuk e lexoj një ajet nga libri i Allahut. Plaku më shikoi dhe më tha: O biri im, i thash, po, urdhëro. Dëshiroj t'i fal 2 rekat dhe kur të më vendosni në vendin ku do të më operoni, ju lutem të më lini 1 orë të plot të lexoj pjesën e caktuar të Kuranit. Pasi që të kaloj 1 orë, le të vi mjeku dhe le të më japin anestezin dhe lus Allahun që të na jap mua dhe ty sukses në këtë operacion. I thash: U krye me lejen e Allahut. E vendosëm në sallë të operacionit dhe e lam të rri 1 orë. Plaku ishte hafiz dhe me meritën e Allahut filloi të lexoj Kuran dhe pasi që kaloi 1 orë, ju afrua mjeku dhe ja dha anestezin dhe e humbi vetdijen. Mjekët e tjerë ju afruan ta operojnë dhe pasha Allahun, Sheikh Muhammed, plaku gjatë tërë operacionit lexonte Kuran dhe atë me zë të lartë. Pasha Allahun, nuk e ndalte duke lexuar librin e Allahut, edhe pse nuk ishte në vetdije.